Frymëzimi është një dhuratë që duhet kapur në momentin e duhur. Nëse ke një ëndër, mos e shty për nesër, vepro sot, sepse frymëzimi është si era. Nëse nuk hap krahët e anijes tënde për ta kapur, ai do të kalojë e ti do të mbetesh në vend. Pra, veprimi është ura që lidh frymëzimin me arritjen. Vendos sot çfarë do të bësh.